Shqipëria është kualifikuar për herë të parë në play-offin e Kupës së Botës, aty ku do të provojë shanset e saj në duelin kundër Polonisë. Nëse kuqezinjtë arrin të fitojnë sfidën e parë në Varshavë, atëherë do të kenë përballë fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Natyrisht që për Shqipërinë do të jetë një rrugtim i vështirë duke parë dhe emrat që Shqipëria ka përballë, por shorti mund të ishte treguar edhe më i ashpër me kuqezinjtë, pasi janë shmangur emra si Turqia apo Italia që mund të kishin një finale të mundshme. Gjithsesi, nëse shohim emrat dhe vlerat e kundërshtarëve të Shqipërisë, bëhet fjalë për skuadra shumë më të forta se skuadra jonë kombëtare. Megjithatë, kuqezinjtë kanë treguar shpeshherë se ndaj skuadrave me emër dinë të luajnë futboll dhe madje të bindin. Kështu diçka të tillë duhet ta vërtetojnë edhe një herë tjetër në ndeshjen e 26 marsit. Shqipëria nuk ka pasur shumë ndryshime në listën e lojtarëve, duke grumbulluar thuajse të njëjtat futbollistë në të gjitha kualifikueset e botrorit. Kështu vlera kuqezinjve sipas Transfermarkt arrin në 88 milionë euro, duke qenë njëkohësisht një nga vlerat më të ulta të 16 skuadrave të kualifikuara për në play-off. Nga lojtarët që Silvinho ka grumbulluar në këtë fushatë kualifikuese, Armando Broja është futbollisti me vlerën më të lartë në treg. Sulmuesi që aktivizohet me Burnley ka vlerën e kartonit të tij 14 milionë euro, ndërkohë që ndiqet në vendin e dytë nga Christian Aslani me vlerën 13 milionë euro. Sulmuesi Mirlin Dakur në ditët e treti, vlera të cilit ka arritur në 10 milionë euro, ndërkohë që 7 milionë euro është vlera e Uzunit. Top 5 që mbyllet me Berat Gjimshitin dhe Ardian Ismailin, vlera të cilëve arrin në 6 milionë euro. Në ndeshjen e parë Shqipëria do të ketë përballë Poloninë, kundërshtar të cilin e njeh mirë duke qenë se në ndeshjet e fundit është përballur shpesh me të. Veç eliminatoreve të botrorit të shkuar, Shqipëria kishte Poloninë dhe në grupin e kualifikuesve të Europianit, ku mori një fitore që e ndihmoi jo pak për të shkuar në Europian. Sipas Transfermarkt, vlera Polonisë është 166 milionë euro, thuajse dyfishi vlerës së Shqipërisë. Lojtari më i shtrenjtë për skuadrën polake është mbrojtësi Aston Villës, Mati Kesh, vlera të cilit arrin në plot 25 milionë euro. Të njëjtën vlerë ka edhe qendërmbrojtësi Kivior që aktivizohet me skuadrën e Portos. Ndërkohë në top 5 që në Polonisë renditen dhe Zalewski me 17 milionë euro vlerë dhe mbyllet me Zimanskin dhe Grabarën me nga 14 milionë euro. Vlerë të lartë ka edhe Ukraina me Suedin, sidomos këta të fundit. Vlera e Ukrainës sipas Transfermarkt arrin në 274 milionë euro, ndërsa Suedia është ndër skuadrat me vlerën më të lartë, që kap shifrën e 517 milionë eurove. Ndërkohë, Kosova ka aktualisht vlerë më të lartë se kuqezinjtë. Skuadra e Kosovës ka vlerën e 131 milionë eurove dhe kushton vetëm 8 milionë euro më pak se Slovakia, rivali i saj në gjysmëfinale. Lojtari më i shtrenjtë i Kosovës është sulmuesi i Juventusit Edon Zhegrova, kartoni të cilit arrin në 25 milionë euro dhe ndiqet nga Fisnik Aslani me vlerë 18 milionë euro. 5 shja më e shtrenjtë mbyllet me Amir Rahmanin, Albian Hajdarin dhe Leon Avdullahun, të cilët kushtojnë nga 12 milionë euro. Dy të fundit u afruan rishtasit e Kosova pasi vendosën që të largoheshin nga Zvicra. Shqipëria renditet e katërta si skuadra me vlerën më të ulët në play-off, ndërkohë që vendin e parë mban Maqedonia e Veriut. Kualifikimi i tyre ka ardhur për shkak të Ligës së Kombeve, ndërkohë që në kualifikuese morën rezultate surprizë duke barazuar me Belgjikën, por dhe duke u turpëruar nga Walesi. Vlera e Maqedonisë së Veriut arrin në 38 milionë euro, e ndjekur nga Irlanda e Veriut me vlerë 82 milionë euro dhe më pas nga Rumania me vlerë 86 milionë euro. Top 5 që Italia është padyshim skuadra me vlerën më të lartë në Transfermarkt nga të gjitha skuadrat e kualifikuara në play-off, vlera të cilëve arrin në 846 milionë euro. Në vendin e dytë është Suedia me 517 milionë euro, e ndjekur nga Danimarka me 399 milionë euro dhe më pas Turqia me 337 milionë. Vendin e pestë e mban Ukraina, vlera e së cilës arrin në 274 milionë.